Sheqerpare cila shkrihet në gojë në një përgatitje shumë thjeshtë, cilën e kam përgatitur që ta dërgoj tek dajt pas janë ledhur bijat, andaj do e quaj si sheqerparja e bijave të dajve. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht përgatisim shërbetin kur ta përgatisim këtë sheqerpare. Në një tenxhere shtojmë 500 gram me sheqer. Ja shtojmë një vanilla sheqeri për aromë, 600 ml me ujë. Këtu kam shtrydhur gjysmë limoni dhe e përzih në fillim shërbetin mirë. Vërtet është një sheqerpare shumë e shijshme, shkrihet në gojë. Tash dhezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi shërbetin derisa të vlojë duke e përzier vazhdimisht. Shërbeti ka filluar që të vlojë, tash e ulim temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe e zi shërbetin për 15 minuta. Shërbeti është zier për 15 minuta në temperaturë mes tultës dhe të mesmës dhe tash është gati të largohet nga zjarri dhe e lojmë të ftohet plotësisht. Pasi shërbeti është ftohur plotësisht, përgatisim brumin e sheqerparës. E hedhi në njëjin në fillim gjalpin. Unë këtu kam dikon rreth 220 gram me gjalp, t'lynë lope ose puter, duhet që të përdorni për këtë sheqerpare, për ndryshe nuk do ju del ashtu siç duhet. Unë e kam shkri gjalpin, mirëpo nuk e kam shkri plotësisht, vetëm se pak, dhe mundohem që ta kaloj të tërin në ejë. Kam hedhur gjithë gjalpin. Gjalpin mund të ta vendosni në ambient dhume që të qëndrojë për 7-8 orë dhe të zbutet mirë. Mirëpo nëse shkrini kështu në zjarr, atëherë duhet të lëni që të ftohet. Tash ja shtojna 2 vezë. Këtë sheqerpare jam duke përgatitur që ta dërgoj tek dajt e mi, për arsye që janë ledhur bijat. Do e quaj sheqerpare bijave të dajve. Dhe tash masën në një tel kuzhine e përzi mirë kështu, që vezët dhe gjalpi mundohem t'i bëj në një masë atë sa munde. Po një aromë jashtëzakonisht të mirë masa nga t'linjë. Ja shtojna 150 gram me sheqer pluhur. Mund të përdorni dhe sheqer kristal, mirëpo me sheqer pluhur do e keni më mirë, më shpejt, masa dhe e merr atë gjendjen e lëngshme siç duhet. Kam përzier mirë. Tash ja shtoj 100 gram me grez, apo semolina ndryshe siç njihet në Evropë, dhe masën përsëri e përzi. Vetëm pak, nuk nevojitet një përzierje shumë e gjatë dhe në fund ja shtojna millin. Mill duhet t'i shtojmë dikon rreth 600 gramve, por asnjëherë s'dihet fikse për arsyet masisë së vezëve dhe markës së millit. Në fillim do e shtoj kështu një pjesë dhe do ja shtoj një pluhur për pjekje. Dhe brumin do filloj që direkt ta puloj me dorë. Hedhi mill derisa ka nevojë. Brumi duhet largohet nga dora, gjerë në atë rasti duhet jetë brumi. Përzim, shtoj mill. Kam punu brumin, kam fitu një brum me trashësi mesatare, pra duhet shumë të keni kujdes. Për atë arsye merrni në ejë, hedhni 600 gram me mill dhe në fillim nuk e shtoni të tërin, shtoni kështu një pjesë dhe më pas punoni, sepse ndonjëherë dhe më pak ose më shumë do ju duhet. Tash filloj që t'ja jap formën, ta t'lis kështu, në formë rrethore do e bëj sheqerparën, ta merr atë pamjen më tradicionale, duar t'i bëj me vaj vazhdimisht dhe fillojnë që t'ja japin formën. Sa me lëmuar forma të jetë, aq më mirë do del sheqerparja. Unë e kam zgjedhur që ta pjek në shtepsinë e shporetit elektrik, sepse më mirë do dalin pjesë e sheqerparës.
nuk do ngjiten njëra me tjetrën, kurse në formën rrethore të psinja, kur do jetë gjatë pjekjes, mund t'i prishet forma dhe sheqerparja mund të ngjitet njëra me tjetrën, kështu në këtë mënyrë i prishet forma, kurse në tepsinë e shporetit elektrik shumë më mirë të dalin format. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë brumin duke ja dhënë formën. Kjo masi besoj se është mjaftueshëm, pasi është kallaballëk atje, ka shumë njerëz, për atë arsye do bëj më të vogla që të dalin më shumë pjesë. Gjithë sheqerparës ja kam dhënë formën, gjithse i kam fituar 24 copë. Ja munduar që formën t'jap sa më të lëmuar, si për secilës do vendosi një badem si dekor, kështu, pak e shtypin, që ngjitet mirë për brumin. Këtë mënyrë veprojnë atutje me të gjitha. Dhe sheqerparja është gati për pjekje, kam nxjerrë furrën në 200 gradë në temperaturë do pjeki për 20-25 minuta, zakonisht pjekja varet nga furra juaj. Kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, tash ja shtojna shërbetin. Shërbeti është i ftohtë, sheqerparja është varë leccet. Në këtë mënyrë do e merr shërbetin. Mundohem që çdo pjesë ta bëj me sherbet. Pasi sheqerparës ja kam hedhë shërbetin, tash tepsinjen ku ndodhet sheqerparja mbuloj me një tepsin tjetër dhe e lëm kështu që ta merr shërbetin dhe do të ftohet, sa më gjatë që të qëndrojë të ftohet, aq më e mirë do bëhet sheqerparja. Sheqerparja është ftohur, është gati për konsumim. Ta largoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Ja dhe nga afër. Ta ndaj pak në brendësi dhe ta shihni. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Tash unë sheqerparën do e vendosi në një pjatë më të bukur, pasi do e dërgoj për dhuratë, kurse një pjesë e largova që ta shihni se si ka dalë, do ju demonstroj edhe në fund se si e kam kaluar tek pjata tjetër. Do e demonstroj edhe në fund kur ta kaloj tek pjata tjetër. Sheqerparën e kam kalu tek kjo pjata, ka dalë shumë bukur, sepse do e dërgoj tek daj dhe do jetë më mirë kështu ta dërgoj se me tepsinë e madhe. Besoj si u ka pëlqy, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë sheqerpari ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.